Mirdita, jam sot këtu për t'u informuar ju dhe qytetarët e Tiranës e të mbarë Shqipërisë se midis kandidaturave shumë të mira që kanë ardhur direkt nga drejtues dhe personalitetet Partisë Demokratike. Tashmë të bëra publike, për cilat unë kam vlerësimin më të madh. Kandidaturave realisht të personaliteteve të pavarura nga fusha të ndryshme, nga Shqipëria dhe nga diaspora. Partia Demokratike, duke falëndëruar me mirënjohje secilin prej atyre që vendosi të paraqesë kandidaturën e tij në shërbim të qytetarëve të Tiranës dhe përballjen me të keqen e këtij vendi që është Edi Rama, informon se grupi i mandatuar nga Partia Demokratike do paraqesë aleatëve tanë mendimin dhe sugjerimin që të mbështesim së bashku artistin e mirënjohur, personalitetin e shquar të artit, luftëtarin e paepur të kauzave të drejta të qytetarëve shqiptar, komunikatorin e talentuar, e lindur, zotin Florian Binaj. Shpresoj që aleatët, opozitarët, të bashkohemi në këtë mbështetje ndaj një personaliteti me reputacion të gjerë, tek i cili gjenë veten më shumë se kushdo tjetër të përfaqësuar qytetarët e Tiranës. Ai ishte për vite me radhë yll apo super yll i çfaqjes shout më të shikuar të vendit dhe në çdo rol interpretimi i tij ishte më i pëlqyeri, ishte i përsosur. Florian Binaj është nga ata artistë që konsideron kauzat qytetare si kauzat të tij. Dhe të gjithë ju jeni dishmitar të betejave që ai ka bërë së bashku me të tjerë në mbrojtje të këtyre kauzave. Ai së bashku me
bashkëpunëtor, me ekip, kanë ndërtuar dhe paraqisin një nga emisionet investigative më të shikuara, Piranjat, të cilat Edi Rama i tmerrur, i përzuri nga televizioni ABC dhe u zhvendosen tek televizioni Syri. Pra, mund të themi se në këtë kontekst Florian Binaj, së bashku me ekipin drejtues të Piranjave dhe stafin, janë në linjën e parë të luftës kundër korrupsionit, kundër kësaj dukurie shkatrimtare për Shqipërinë dhe shqiptarët. Ndaj dhe njëherë ftoj aleatët dhe të gjithë opozitarët, ftoj qytetarët të mbështesin këtë kandidaturë si kandidaturë që i bën nder çdo qytetari dhe kryeqytetit të vendit. Po, Euronews.